Edhe unë e kisha mbështet që të fëqeshëm mbylljen e TikTokit. Po mendon tamam se Edi Rama këtu, a? Jo si Edi Rama, po këto kisha mbyll asnjëherë si kisha liu me dalë. Po pse? Një arsye. Po pse më po reklamohet ku do që t'jesh më reklamu ku jam. Ku do që të shkojsh jam. Ku do që shkoha atina më reklamuhe. Veç pak. Për ata kemi edhe Facebookun, Instagramin, kemi edhe rrjetet sociale që postojnë fotografi gjatë gjithë kohës. E ke ndonjë rrjet social ti? Po e kam Facebookin. Dhe çka poston aty? Vaj verën, u spestoj kur unë postoj veç hashim thoqin kur vjen. Sot e pas ke postu pra. Sot e pas ka mu shpiti. Edhe peshe, po më pëlqeni si po kesh nëse pe këkni me arshimin. Inshallah se një me albinin. Na me kërkon si Si përfundim, the se është vendimi duhur, Nuk është të mbyllja. mos me spjegoj me kërkan, me dikanini, po ose me ato ose me ato. Nuk e di pse gjithmonë, edhe kur kemi politik, thoni pse bëni politik. Kur flasin për këto tema, thoni se me cilën politik me njërë nga partitje. Tregom, a është vendimi duhur dhe se po? Po. Mirë, vetëm një arsye është se gjithmonë ishe duke postu fotografi gjatë gjithë kohës, ku janë, çka bojnë, edhe kjo të pengon. Po, shumë, më desë dyqysh shumë interesante, bojnë, nuk është ndash në regull kjo, bre. Ata bëjnë një pyetje. Ma çfarë punët mesh me kanë që çfarë punë, nuk e di ku pe morë këtë çfarë punë. Veç pak, nëse ty të pengon me pa tjertë duke postu fotografi se çka bojnë, pse nuk e mbyll ti? Po ata. Jo, nëse kam heq. Po ti the se ke Facebook, edhe në Facebook është e njëjta. Unë se kam heq, apo se maj. Mirë, faleminderit, mirë, zotri.